Në prag të festës së Pashkës, e cila këtë vit përkon me të dielën e 20 prillit, pika kufitare e Kapshticës ka përjetuar një rritje të ndjeshme të lëvizjeve hyrëse nga shtetas shqiptar, të cilët jetojnë dhe punojnë në Greqi. Mira prej tyre po kthehen atje për të kaluar këtë festë të rëndësishme fetare pranë familjeve të tyre. Sipas të dhënave zyrtare të bëra publike nga autoritetet kufitare, vetëm gjatë datës 18 prill janë regjistruar 6.320 shtetas shqiptar në hyrje dhe 3.721 në dalje, shifra që flasin për një luks të lartë dhe intensitet të shtuar krahasuar me ditët e zakonshme. Ndërkohë në të njëjtën ditë janë përpunuar 2.678 automjete në hyrje dhe 1.167 në dalje, duke sjellë një ngarkesë të shtuar për strukturat e kufirit. Për të përballuar këtë situatë dhe për të shmangur pritjet e gjata që zakonisht shoqërojnë këto periudha festash, autoritetet në Kapshticë kanë vendosur në funksion të plot 5 sportele aktive, të cilat operojnë në kapacitet të plot për të përshpejtuar procedurat doganore dhe të kontrollit të dokumentacionit. Zyrtarët e kufirit bëjnë me dije se janë marrë masa shtesë sigurie dhe organizative, ndërsa pritet që fluksi të vijojë të jetë i lartë edhe përgjatë fundjavës, duke kulmuar të shtunën dhe ditën e Pashkës. Autoritetet i bëjnë thirrje udhëtarëve që të planifikojnë me kujdes kohën e udhëtimit dhe të kenë të përgatitur dokumentacionin përkatës, në mënyrë që të shmangin vonesat dhe të kontribuojnë në një qarkullim sa më të lehtë përgjatë pikës kufitare. Festat e Pashkës, përveç ngarkesës shpirtërore dhe familjare, përkthehen gjithashtu në rritje të ndjeshme të lëvizjeve ndërkufitare, një realitet i cili vit pas viti sfidon kapacitetet e pikave hyrëse në juglindje të vendit. Në vijim pritet të ketë zhvillime të tjera mbi menaxhimin e fluksit në ditët festive dhe masat e marra nga policia kufitare për një proces sa më efikas dhe të sigurt.